Falenderoj për linjën Mirela. Në këtë hapësirë, në pjesën e parë të saj, unë kam kënaqësinë që t'jem këtu në studion e Euronews Albania në Prishtinë me politologun e njohur, me njërin prej njohësve më të mirë të realitetit politik në Kosovë, por dhe të gjeopolitikës në Ballkan, me profesorin Nexhmedin Spahiun. I dashur Nexhmedin, falenderoj që erdhe. Si është ime, Franco. Të falenderoj. Nexhmedin, zgjedhjet e dyta parlamentare brenda një viti. Pyetja ime është e drejtë për drejtë. Këto zgjedhje do të ofrojnë zgjidhjen aq shumë të kërkuar dhe të munguar që nga shkurti? Përgjigjen e këtë pyetje do ta kemi besoj rreth orës 8. Pas 3 orësh, kur të shohim rezultatet e votimit. Pritjet janë që të ketë një zgjidhje të situatës duke u nisur nga shumë faktorë të cilët shkojnë në favor të Albin Kurtit, dhe unë kam përmendur një 6 faktorë që janë për cilën meritor është vetëm për njërin, dhe 5 të tjerët janë rrethona objektive që i afrojnë ati një mundësi për të pasur një sukses më të mirë në këto zgjedhje, dhe mundësi për ta bërë qeverinë dhe parlamentin, por jo dhe për presidentin, sepse nuk besoj që mund të shkoj aq larg sa ta ketë edhe këtë mundësi, pa bërë ndonjë kompromis me dy parti tjera më të mëdha. Kjo zgjidhje që thoni ju, është zgjidhje që ka nevojë dhe për koalicion apo bashkëpunim apo partneritet? Jo, shikon, nëse ai fiton një përqindje pak më të madhe se sa që kishte, domethënë nëse është 45% që atëherë e bën dhe vetëm. E bën dhe vetëm, por është befasueshme e fakti që deri në ora 3 tani ka vetëm 1%. Domethënë 1.5% më pak më shumë dalje se sa që kishte në zgjedhjet kaluara, ndërkohë që pritja është që të ketë shumë më shumë për shkak të ardhjes së diasporës këtu në Kosovë, ku kanë ardhur mbi 500.000 veta, dhe pritshmëria edhe entuziazmi ka qenë shumë i madh, ndërkohë që po duket ky rezultat fare pak i shprehur në shifrat, pak të deri në ora 3. Tash të shohim, shqiptarët zakonisht i lënë punë për momentin e fundit, kjo është dhe të shohim se si do të jetë dalja deri në zgjedhje, por besoj që një dalje më madhe e favorizon atë. Sigurisht, por e përmend edhe vetë faktin që në shkurt mars, në shkurt është zgjedhja e presidentit apo e kreut të shtetit. Apo mendohet që sot për zgjedhjen e presidentit, sepse ndryshe Kushtetuta e Kosovës thotë nëse nuk zgjidhet, shpërndahet parlamenti dhe kalohet sërish në zgjedhjet parakohshme. Po nëse nuk zgjedhet presidenti në shkurt, fatkeqësisht ne futemi në krizë akoma më të madhe. Dhe pikërisht zgjedhja e presidentit në shkurt ka qenë pengesa pse kishim gërë gjatë gjithë vitet e kaluar, që humbëm një vit kot, dhe unë nuk e di se si shoqëria jonë nuk e kupton që një gjë që nuk funksionon duhet ndryshuar. Ne kemi kushtetuta, nuk është Bibël. Po duhet respektohet përderisa në fuqi, por ai edhe mund të ndryshohet. Edhe do duhet të ndryshohet që presidenti të zgjidhet direkt nga populli, në mënyrë që thjesht mos hasim në ngërçe të tilla politike, sepse është e vështirë të gjendet konsensus për 2/3 në parlament për të zgjedhur një person konsensual